Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojm, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojm mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Vazhdojmë me lejen Allahu xhalla xjalaluhu me fillimin e vitit të 4 të hijretit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam nga Mekja në Medinë. Dhe sikur se treguam ligjëratën e kaluar, 2-3 vjetët e ardhshme, do me thonë 2-3 vjetët që vijojnë pas betejës së Uhudit, do t'jenë vite shumë të vështira për musliman në përgjithësi dhe për pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam në veçanti. Dhe njohja e këtyre detajeve e nxjerr në pa një rrjedhë të natyrshme të dinamikave politike dhe gjeopolitike në Medinë dhe nga dishullin arabik në kohën e zbritjes së Kur'anit. Për shkak se Kur'ani nuk ka zbritur i zhveshur nga rrjedhat edhe ndodhit të cilat ju ndodhin njerëzve. Jo, Kur'ani ka zbritur për njerëzit. Sepse kur dikush merr dhe thot ka shkretu 2-3 faqe Kur'ani, duke sikur Kur'ani ka zbritur për melaqet Allahut që ecin nëpër tokë. Jo, Kur'ani ka zbritur për njerëzit, vëllezër. Edhe zbritja e librit Allahu xhalla xjalaluhu ka ndodhur në shumë raste, në disa situata të cilat konsideron si situata krize në jetën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Për këtë dëshmon edhe kjo periudhë pas vitit të 2, të 3, të 4 të hijretit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Ndodhia e re, e cila do të paraqitet si një krizë në Medinë, pas së cilës ka një dobi tepër të madhe, është ndodhia e rebelimit të fisit Beni Qurayza. Nëse ju kujtohet, si përsëritje, ne kur kemi fol për kojshitë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë nga jo muslimant, kemi thënë që në Medinë prej jo muslimanëve kishte idhujtar dhe kishte hebrej, të cilët ishin nga fise të ndryshme. Dhe folën për Benu Qainuqa'an, një fis i cilin pas betejës së Bedrit tregoi armiqsinë ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e theu marrveshjen të cilën e nënshkroi i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam në atë që quhej në atë kohë Wathiqat el-Medine, karta e Medinës, në të cilën i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e nënshkroi me disa palë. Një prej këtyre palëve ishin hebrejt e Medinës. Benu Qainuqa e thyen marrveshjen dhe ndodhi ajo që ndodhi, për cilën kemi folur. Fisi i dytë, i cili tashmë do të tregon rebelim ndaj pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam dhe ndaj rendi shoqëror në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, janë fisi Benu Nadhir. Dhe shkaku i cili do të çon rreth kësaj, dietarët për këtë gjë kanë përmend 2 shkaqe, të cilat realisht janë një shkak mirë, po nga 2 këndvështrime të ndryshme ose nga 2 palë detaje. Sipas shumicës së dietarëve, fisi Benu, ose ndodhia Benu Nadhirit ka ndodhur në vitin e 4 të hijretit, gjithsesi në muajin Rabiul Awwal. E muaji Rabiul Awwal në të ka ndodhur 2 ndodhi të mëdha. E para është ndodhia e Benu Qainuqa'as dhe e dyta është ndalesa e alkoolit në mënyrë të prerë. Thot Ibn Hazmi, dhe në këtë kohë, do me thonë në ndodhin e Benu Nadhirit, ka ndodhur edhe ndalesa e alkoolit, i cili është ndaluar në islam me etapa. Për ata të cilët nuk e din, nuk ka ardhur ndalesa e alkoolit në din të Allahu xhalla xjalaluhu për një herë, si ja bëjnë të ne tak. Jo, por ndalesa e alkoolit ka ardhur në formë të shkallëzuar. Në këtë periudhë, nëse ju kujtohet, ne kemi thonë që Amr ibn Umayya ad-Damri, duke u kthyer nga vendi në të cilin ishin vrarë 70 hafëza ose 70 prej lexuesve dhe dietarëve të sahabeve, i gjeti një 2 burra në hijet të një drurit. Edhe i vrau ata, duke menduar se ata janë lutë me dërguarin e Allahut alayhi salatu wasallam, ai kishte shpëtuar nga robëria e armikut, kështu që i takoi ato dhe i vrau. Por ata 2 persona e kishin marrëveshje sigurie dhe garant sigurie nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam
për këtë shkak pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam e qortoi veprimin e tij dhe e kritikoi Amrin për këtë veprim. Dhe për këtë shkak duheshte që të shpaguhet gjaku i këtyre dy personave. Por ama nëse kthehemi në dokumentet juridike të banorëve të Medinës, do të gjejmë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte bërë marrëveshje me këto palë të Medinës se çdo kush që derdh gjakun e dikujt, jo qëllimisht, dhe duhet të shpaguhet gjaku, të gjithë ne banorët e Medinës jemi ortak në shpagim. Pa marrë parasysh, a e ka bo musliman apo jo muslimanat? Nëse ju për jo muslimanve ka bo, ne musliman do t'ju ndihmojmë juve që ta shpaguani gjakun nëse ka të bëj me një palë të jashtme. E një ditë prej ditëve, dhe kjo është domethënë transmetimi i parë, që nxjerr në pa shkakun pse ka ndodhia e Banu Nadhirit, një ditë prej ditëve pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam shkon në xhaminë e Kubas, falet atje dhe prej aty nga Kubaja është shumë afër, vendbanimet të Banu Nadhirit janë shumë afër. Kështu që shkon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tek ata dhe lyp që edhe ata të marrin pjesë në shpagimin e gjakut të këtyre dy burrave që i kishte vrarë Amr ibn Umayya të Damri. Fillimisht ata pranojnë. Kena bo marrëveshje, është kry punë. Por ama pasi hynë mrenda në kështjellat e tyre, e i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam mbështetet për shtëpinë e njërit prej tyre. E ne kemi përsërit disa herë që hebrejtë e Medinës, po në përgjithësi hebrejtë e gadishullit arabik kanë qenë ekspert të ndërtimit të kështjellave të mëdha. Dhe dëshmi më e fortë për këtë është Khajberi i sotëm. Kush ka qenë në Khajber, në trojet ku kanë jetuar hebrejtë asaj kohe, do të gjenë diçka cilën nuk e ka pa me sy asnjëherë. Kështjella të larta, shumë të larta, sidomos për kohën për cilën ne jemi tu fol, para 1500 viteve gati. Edhe në Medinë kanë ekzistuar njëjtat kështjella, për shkak se këta njerëz i kanë ndërtu, sikurse do ta shohim të ardhmen. E pejgamberi Allahu sa se mbështetet për murin e njërës prej shtëpive ose kështjellave të tyre, e pasi ata diskutojnë thonë pse ne ta paguajmë gjakun e një njeriu të cilit Muhamedi e ka dërguar alayhi salatu wasallam atje, edhe e ka bë këtë krim të cilin e ka bë. Thonë nuk marrin pjesë mes vete. Dhe njëri prej tyre thotë, tash e kemi shansën. Po e vram këtë burr sot, kësaj çështje më nuk i ngritet puna. S'ka mundësi që të ngritet Islami me vdekjen e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Kështu që njëri prej tyre ngjitet mbi shtëpinë ose mbi muret e larta të shtëpisë që të hedh një shkëmb për mbi kokën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Allahu e ruan të dërguarin e tij duke lajmëruar për këtë gjë, e pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i thot sahabeve të afërt, kam nevojë që të shkoj deri në filan vendi dhe ngritet për nevojë fiziologjike dhe niset për Medinë pa ju treguar Ebu Bekrit, Aliut, Omerit dhe të tjerëve. Vnohet i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam dhe sahabët i interesuan çka ndodhi. E ky i cili është mbi mur pret që të kthehet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta lëshon shkëmbin për mbi kokën e tij. Mirë po Aliu pyet disa prej njerëzve, njëri thotë pash dërguarin e Allahut alayhi salatu wasallam në drejtim të Medinës. E kështu që ata e kuptojnë që çështja është alarmante dhe kthehen menjëherë në Medinë e i lajmëron i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam që ka ndodhur kjo dhe kjo. Ajo çështja e dytë që është transmetuar për shkakun e kësaj ndodhie dhe e cila në aspekt të argumentimit dhe autenticitetit është më e fortë, është se pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam ka kuptuar dërgesat mes Banu Nadhirit dhe Kurejshve me letra. Kjo ka ndodhur nga betejë e Bedrit. Kurejshët kanë shkruar Banu Nadhirit nga betejë e Bedrit që ne do t'i fitojmë këto, mirë po kur të vim në Medinë. Dhe kjo, do me thënë, konteksti i ngjajshëm është sikurse letra që i kanë dërguar Kurejshët tek Banu Qainuqa, të cilët mos ishin në Medinë. Thot kur të vim në Medinë, ju me ka do t'jeni? Do t'jeni me Muhamedin alayhi salatu wasallam apo me ne? Ata ja kanë dhënë marrëveshjen pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe besën, megjithatë kanë thyer besën dhe gjithmonë kanë qenë në kontakt të afërt me Kurejshët. Derisa përfundon betejë e Uhudit dhe Kurejshët e shpartallojnë pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe musliman në betejë, kështu që Banu Nadhiri e shohin si rast dvoliçëm që të rebelohen në Medinë. Dhe një ditë prej ditëve e thirrin pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në debat,
po qëllimi ka qenë atentati i dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. Fillimisht i thrasin 30 prej muslimanëve dhe 30 prej të diturve të hebrejve që diskutojnë rreth çështjeve të fesë, e po që se binden këta rabina dhe njerëz të ditur, të gjithë fiset e hebrejve do ta pranojnë Islamin. Pas disa ditëve thonë jo, 30 janë shumë, le të jenë 3, se me 3 miremi vesh. Po me 30 janë njerëz luftës këta. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam realisht niset drejt atyre me 3 prej sahabëve të ditur, dhe gjatë rrugës vjen një prej ensarëve dhe i thot ja Rasulullah, bashkëshortja jeme, e cila është prej fisit të tyre, më ka lajmëruar që kjo është atentat ndaj teje. Andaj mos shko tek ata. Dhe jep argumentet dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, mënyrën se si e kanë bërë ata organizimin në detaje. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kthehet dhe dërgon tek Banu Nadhiri Muhammed ibn Meslemen radhiyallahu ta'ala anhu me një letër në të cilën shkruan pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: dilni nga Medinja, nuk do të jetoni më pranë meje, sepse keni menduar dhe planifikuar tradhti. Kushdo që do të shihet prej jush më në Medine, do t'i pritet koka. Do me thonë ju më lëvizje në Medine nuk e keni sikurse banor tjerë të Medines, sepse keni dash të bëni atentat ndaj udhëheqësit të Medines, ai është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është interesante se shpesh edhe këtë potencojnë për ligjërata që këtyre, do me thonë, brenda këtyre 25 viteve të fundit ose 30 viteve të fundit, në këtë kampanjë të fortë, terrorizuese, intelektuale, gjithmonë muslimanët janë akuzuar se ata janë terroristë dhe se ata janë gjakpirës dhe se ata janë gjakderdhës. Dhe se i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, i cili është mësuesi i muslimanëve, ka luftuar kundër jo muslimanëve, madje i ka vrarë hebrejt e Medinës. Dhe ne kemi thonë gjithmonë, hebrejt e Medinës nuk janë vrarë se janë hebrej. Këtë duhet ta kuptoni shumë mirë. Apo i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë dhe kishte në Medinë hebrej. Po t'ishte vrasja tyre se janë hebrej, do të luftoheshin nga dita e parë në cilën ka ardhur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Po vrasja e hebrejve ose luftimi, jo vrasja. Luftimi i hebrejve në Medinë nuk është për faktin që ata ishin hebrej. Ishte për faktin që ata kanë tradhtuar dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, kanë thyer kontratën dhe kanë prishur rendin shoqëror të këtij shteti të ri. Kështu që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka dënuar varësisht prej krimit të tyre. Dhe do ta shohim se si do të dënohet Banu Nadhiri në këtë që ata dëshiruan, do me thonë dëshiruan vrasjen e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Pas këtyre fjalëve, Banu Nadhir fillojnë që të përgatiten të largohen nga Medinja, sepse thënjet e fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të qëndroni më në Medinë, do me thonë nuk ka mundësi që ju të jetoni në mesin tonë. Ju duhet të largoheni. Dhe fillojnë ato që të përgatiten. Madje thirin njerëz nga fiset arabe të cilët do t'ju ndihmojnë atyre në transportimin e gjërave në disa vende në përgatitshulin arabik. Të marrin drithnat e tyre, të marrin hurmat, të marrin florit, të marrin familjet e tyre. E kjo është dash një kohë. Dhe gjatë ditëve të përgatitjes së tyre për ta lënë Medinën, ju vjen një letër nga krye e munafikëve, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Apo munafikët kur paraqiten? Kur ka krizë. Si t'u jepet atyre hapësirë, ata paraqiten. E ke pa do njerëz, nuk janë askundi gjatë kohës së aktivitetit muslimanëve. Po në moment që ka sulm ndaj muslimanëve, në moment që ka dobësi të muslimanëve, në moment që situata është qetësuar dhe duket sikurse pala tjetër, ideologjitë tjera, pa marrë parasysh kush janë zgjuar, munafiqin dalin bashkë me ata. Pse? Sepse ata janë gjithmonë kapale këtyre ideve ose ideologjive shkatruese. Edhe në këtë rast Abdullah ibn Ubay ju shkruan letër Banu Nadhirit dhe ju thot atyre: mos dilni nga Medinja. Dhe në këtë letër Abdullah ibn Ubay ju thot atyre: ne jemi me ju. Nëse ata ju luftojnë, ne do të luftojmë me ju. E nëse ata mundohen që t'ju dëbojnë, ne do t'ju ndihmojmë. Dhe nuk bëjmë aleancë me askënd kur vjen puna për ju. Ne jemi vëllezër. Ani se ne kemi shfaq Islami. Ani se ne dalim në xhami me ata. Jaje. Ne jemi tonit. Kemi pat më para aleanca, para se të vjen i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe vazhdon aleanca jonë. Kur e dëgjojnë Banu Nadhiri letrën prej Abdullah ibn Ubejt,
e kuptojnë se Abdullah ibn Ubej është dash bëhet mbreti i arabëve përpara ardhjes së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë. E kuptojnë që kjo letër nuk është nga një njeri i rëndomt, është nga një njeri me pozitë në qytetin e dërguarit Allahut alaihi wasallam. Andaj në moment e dërgojnë një letër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thon pejgamberit Allahut o Muhammed, nuk dalim pin Medinë dhe po provove të na luftojsh, ne do të luftojmë. Kështu që mbyllen në për kështjellat e tyre dhe presin që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të vjen me ushtrinë e tij. Për këtë rast Allahu ka zbrit ajete. Përndryshe suratul Hashr, të cilën kush ka kohë të lexojnë pas ligjërate, ka zbritur për rastin e Banu Nadhirit. Një sure të plot. Në këtë sure thot Allahu: "Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru." Ai pa, Allahu i thot pejgamberit Allah, ai pa ata të cilët bën nifaq, të cilët janë hipokrit, ju thonë vëllezërve të tyre prej mosbesimtarëve. Allahu i quajti munafiqint edhe mosbesimtarët vëllezër. Yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Në qoftë se ju dëbojnë, edhe ne do dalim me ju. S'jeni vet ju. Na keni neve. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dhe ne askënd nuk e dëgjojmë kur vjen puna për ju. As kujt si bindemi kur vjen puna për ju. Wa in qutiltum, edhe nëse luftoheni, ne do t'ju ndihmojmë, wallahu yashhadu innahum lakadhibun, kurse Allahu dëshmon se ata janë gënjeshtar. Letra që i shkruan, ata janë vetëm rrena. As ndihmë, as qëndrim me ata, as gjë, dhe Allahu do ta tregon pse e bëjnë këtë gënjeshtër. Thot Allahu: "La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum." Nëse i nxjerrni, nëse i dëboni këto hebrej, këto thot Allahu nuk do të dalin me ata. Ani se kanë shkruar do të dalin me ju. "Wa la in qutilu", edhe nëse luftohen thot Allahu, këto nuk do t'i ndihmojnë. "La yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun", do të ikin dhe Allahu asesi nuk do t'i ndihmon. "La antum", dhe Allahu shpjegon tash. Pse ndodh kjo gjë? Pse ata nuk do t'i ndihmojnë? Pse ata nuk do të largohen me ata? Shkaku është gjendja e brendshme e munafikut, i cili asnjëherë nuk fle rahat. La namet a'yunul jubana. Është thënie të cilën e kanë thonë trimat moti. Mos fleft, mos e zën të gjumi synin e tradhtari dhe frikacakut. Tradhtari, frikacaku, munafiku nuk fle rahat. Allahu thot: "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah." Ju jeni më të frikshëm në zemrat e tyre se Allahu. Ata ju frikson juve më shumë se sa Allahut. Dhe kjo është përcilësive të munafikut. Sa herë që të shtohet friga prej diçkaje, mendoje sasinë e kësaj frige të cilën e ndjen gjoksin tënd. A është sikur se frika jote prej Allahut dhe dënimit të tij, apo është më e madhe? Nëse kjo frikë ke mundësi ta matesh dhe ta evoluosh, dije, nëse kjo ka arrit frigën tënde prej Allahut, dije se i ke ngjan munafikut, i cili friksohet prej besimtarit më shumë se sa që frikohet prej Allahut. Dhe mundoje ta kontrollosh veten dhe ta luftosh këtë ndjenjë, se nuk i friksohet krijesa krijesës sikur se duhet i friksohet krijuesit, xhella xhelalu. E Allahu thot: "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah." Ju jeni më të frikshëm në zemrat e tyre se sa Allahu te baraka wa taala. "Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun." Kjo nga se ata janë popull, janë njerëz të cilët nuk kuptojnë. Çka nuk kuptojnë? Nuk kuptojnë pozitën e krijuesit dhe të krijesës. E kanë lënë krijuesin nga skenari. E kanë larguar gjithçka lidhet me krijesat. Gjithçka lidhet me shkaqet materiale. Asgjë nuk është diçka e cila është mbi fuqinë e krijesave ose metafizike. E Allahu te barek o taala shfaq këtë realitet. Se kjo ndjenjë, kjo frikë, është frikë e munafikut, i cili nuk njeh madhrinë dhe madhështinë e Allahu te bareke o taala. Pas kësaj, pas këtij lajmërimi nga Banu Nadhir,
pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam e thira Abdullah ibn Umi Mektumin. Kush është Abdullahi? E dini? Hafat. Kush është? Muezini. Medine ka pat 2 muezina. I pari është Abdullah ibn Umi Mektumi dhe i dyti Bilali radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umi Mektumi ishte ai qori për cilin Allahu ka zbrit cilën sure? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Thot Allahu për pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam, umrol dhe e ktheu shpinën për shkak se i erdhi i verbri. Ky i verbër që është përmend në surën Abasa është Abdullah ibn Umi Mektumi radhiyallahu ta'ala, i cili ishte më këmbës i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë periudhave kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam shkonte jashtë Medinës, në luftë, në udhtim, në haxh, në umre. Abdullah ibn Umi Mektumi ishte imami i muslimanëve në Medinë dhe ai ishte referenca e gjitha problemeve që ndodhshin në Medinë përgjatë mungesës së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Rrallë herë ndodhte që vend Abdullahit vendoset dikush tjetër prej sahabëve, sikurse është vendosur Uthmani ose Aliu në disa prej raste. Po në përgjithësi ky njeri ishte Abdullah ibn Umi Mektumi. Kështu që thirret Abdullahu dhe i thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam që Abdullah, ne jemi tu nisur jashtë Medinës. Këtë rast jo shumë larg Medinës, disa kilometra, megjithatë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk do të jetë në Medinë. Niset pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij jashtë Medinës dhe rrethakon kështjellat e Banu Nadhirit. Është transmetuar që rrethakimi ka zgjatur 6 ditë ose 6 net. Dhe në fillim të rrethakimit, Banu Nadhir kanë gjuajtur me shigjeta dhe me shkëmbinj mbi ushtarët e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, mirë po pa ndonjë dëmtim të madh. Nuk është vrarë askush prej sahabeve. Dhe nuk kam menduar Banu Nadhiri se ky zgjatim ka mundësi që zgjat aq shumë, sepse kanë prit ndihmë nga munafikët e Medinës. Po kur ka kalu 1 ditë dhe 2 dhe 3 dhe 4 dhe kanë pa se munafikët e Medinës nuk lëvizin, e kanë kuptuar që ata në këtë lojë janë vetë. As Kurejshët nuk ju vinë ndihmë, as munafikët e Medinës nuk ju vinë në ndihmë. Kështu që kanë kriju kanalet e tyre të kontaktit me dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, përmes së cilave kanale ata do të lypin diçka nga i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam. Mirë, po kjo nuk do të ndodh deri kur? Derisa pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam do të urdhëron që digjen një pjesë e palmave të hurmave të Banu Nadhirit. E djegja e palmave në Medinë, vëllezër, nuk është çështje e vogël. Është çështje e madhe. Sepse të ardhurat që kanë ardhur nga hurmat Medine kanë qenë një pjesë e madhe e përqindjes së buxhetit përgjithshëm të banorëve të Medinës. Kështu që Banu Nadhir kur e kanë pa që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili është njohur për moralin e tij të lartë në luftë, urdhëron që digjet një pjesë e plantazheve të palmave të Banu Nadhirit, e kuptuan seriozitetin e situatës. Edhe pse Abdullah ibn Omeri thot djegja e palmave të tyre ka qenë pas kontaktit të Banu Nadhirit, saqë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pas i vendos se çfarë do të bëjmë me to, i urdhëron që të zbresin ata dhe t'i djegin palmat e tyre. Jo t'i djeg ai vet, po sidoqoftë Allahu këtë gjë ka përmend në Kur'an ku thot: "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'ima." Çdo palmë të cilët ju e dogjet apo e lat në këmbë për shkak se u dogjen një pjesë e palmave, nuk u dogjen të gjitha, thot Allahu xhallahu ala, fa bi idhnillah. Kjo ishte me leje prej Allahut. Çdo vendim i pejgamberit Allahut. Pa marrë parasysh këtë rast jemi të folë për djegjen e këtyre pemëve ose diçka tjetër, është bi idhnillah, me leje prej Allahu xhelle xhelaluhu, dhe që Allahu kështu t'i dënoj ata të cilët dalin nga bindja Allahut dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur e kuptojmë Banu Nadhir që me të vërtet nuk mund t'i bëjmë ballë rrethakimit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe e kuptojnë në rolin negativ të munafikëve, për shkak se ata vetëm se kishin filluar të përgatiten për dalë nga Medinja, e kuptojnë në rolin e munafikëve të Medinës dhe dinë që munafiku i Medinës tash, ai është Abdullah ibn Ubay, në rastin e tyre është sikurse shejtani i cili kur i thot njeriu ukfur, bën kufër në Allahun. Kundërshtoi Allahun, njeriu e kundërshton. Po në moment kur e sheh dënimin, çfarë thot? Inni akhafullah. Kush thot inni akhafu? Kam frikë Allahun.
Shejtani. Dhe e lë njeriu që vetë ti duroj pasojat e veprimeve të tia, edhe pse ai mund të thotë, po ky më shtyu, ai të shtyu pa i s'është sot me ty. Ky më shtyu ta lë namazin. Ky më shtyu të tradhtoj, ky më shtyu të mashtroj, ky më bani, po ai s'është më. Ai i cili jep përgjigje është njeriu. Shejtani jep përgjigje për veprimet e tia. Dhe nuk mund të marrë shejtani pjesë nga dënimi i njeriu i cili i ka bë këto krime. Më pas i dërguari Allahu te alayhi salatu wassalam, pasi bjen në kontakt me ata, e këtu është e rëndësishme që të kuptohet një gjë. Përpos se Benu an-Nadir, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë e kanë kundërshtu rendin shoqëror në Medinë, me ata kanë marrë pjesë edhe shumë antar të fisit Beni Qurayza, dhe këtë fis mbani amend. Se emri i tyre do të përsëritet në disa ndodhi të ardhmen në Medinë. E kur Beni Qurayza, disa prej tyre do të përzihen këto trazira në Medinë, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'i fal Beni Qurayzën si fis. Po antar tuaj kanë bë pjesë këto trazira, mirë po ju jeni të falur si fis, sepse fisi dhe paria e tij nuk kanë qenë të kyçur në mënyrë direkte. Ama Benu Nadiri nuk mund të falet. Kështu që Beni Qurayza falet, siç tregon Abdullah ibn Omeri. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i fali Beni Qurayzën, po nuk e fali Benu Nadirin. Pse nuk e fali? Urdhroi që Benu Nadir të largohen nga Medina dhe të marrin me vete, dhe kjo me kërkesë prej tyre, të marrin me vete vetëm atë që mund të bartin devet. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ju lejoi atyre që të bartin çdo gjë të cilën mund ta bartin devet. Kështu që ata t'u buan 600 deve. Dhe tregohet që Benu Nadir i kanë prish shtëpitë e tyre, sepse kanë marrë dritaret dhe dyert dhe shtyllat e shtëpive të tyre, sepse e kanë ditë se nga shtëpitë e tyre do të përfitojnë të tjerë. Kështu që nuk kanë dashur që askush përfiton nga mundi dhe djersa e tyre. Çdo gjë që kanë ndërtuar e kanë prish. Dhe më pas gjithë shka që kanë pasur e kanë ngarkuar mbi këto deve dhe janë nisë në dy drejtime. Shumica e tyre janë stacionuar në Khajberin që e përmendëm pak më herët. Një qytetës e cila shumë i ngjante Medinës për nga klima, shumë i ngjante Medinës për nga numri i madh i pallmave të hurmave, dhe një qytetës në të cilën historikisht kishte hebrej, për shkak se edhe në Khajber hebrejt priçin pejgamberin e tyre, sikurse priçin Medinën. Kështu që Benu Nadir, shumica e tyre do të nisen drejt Khajberit, madje Huyej ibn al-Akhtab edhe Selam ibn Abil Huqaiq do të bëhen prej prijezve të Khajberit dhe banorët e Khajberit do t'ju binden tyre. Këto do shkojnë në vend të ri, mirë po banorët e atij vendi do t'i pranojnë këto dy burra si prijes të tyre. Dhe këto dy burra në të ardhmen do t'jenë shkak i luftës së madhe së Khajberit, e cila do të bëhet mes tyre dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'i dëbon të gjithë, asnjë prej tyre nuk do të preket. Asnjë prej tyre s'preket, shumica e tyre do shkojnë në Khajber dhe një pjesë e tyre do drejtohet drejt Sirisë dhe Palestinës së sotme. Pas largimit të tyre nga Medinja, ata do të lënë pas tyre një pjesë të armatimit, shumë pak pasuri, por do të lënë pallma hurmash, shtëpi dhe tokë, edhe në sasi të konsiderueshme. Dhe me këtë do të paraqitet në Islam një koncept i ri që quhet në gjuhën arabe el-fej'u. Kjo është plaçk lufte e cila nuk është fituar përmes luftimit, po është marrë nga armiku pa mund të madh, pa luftë, pa viktima, pa të vrarë nga asnjëra palë. Kësa i thunë el-fej. E kur pejgamberi Allahu alaihi salatu wassalam do të merr fejin e Benu Nadirit, kjo është e drejta atij ekskluzive. Çka doni bën ai? E gjitha do t'i takoj pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam. E gjithë kjo pasuri i takon pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë pasuri do ta shpërndan tek muhaxhirint në mënyrë ekskluzive, jo tek ensart. Për shkak se muhaxhirint ishin të vllazëruar me ensart për shkak të fukarallëkut, një prej shkaqeve ishte fukarallëku i madh i tyre.
Tash pas 4 vjetëve plot prej muhaxhirinëve do të kenë shtëpitë e tyre. Plot prej tyre do të kenë bashkët e tyre ku do të mundin të mbjellin dhe punojnë. Do të kenë tokat e tyre. Dhe prej ensarëve do të ndanë 2 persona, do t'i veçon 2 burra të mëdhej prej burrave të Islamit, është Ebu Dujani radhiyallahu ta'ala anhu, edhe Sahl ibn Hunayfi, të cilët i kemi përmend cilën betejë. Në Uhud, këto janë prej 2 burrave të mëdhej të cilët kanë qëndruar pranë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E gjithë kjo do të shpërndahet dhe pejgamberi Allahut sallallahu do të mbaj për veten e tij pasuri dhe shpenzim për familjen e tij për 1 vit. Sepse kjo ishte traditë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, që të rezervon shpenzimet familjare për 1 vit. Që do me thonë, blente gru ose el për 1 vjet, hurma për 1 vjet, uthull për 1 vjet, e kështu me radhë. Megjithatë, ne e dim hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thoshte çfarë? Nuk është ndezë në shtëpinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me zjarr, me muaj të tërë, 3 ose 4 muaj. Kjo për shkak të pamundësisë së tyre që të gatuajnë diçka. Po ku është kjo që e ka mbledh ose ku është kjo që e ka rezervuar i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam për shtëpinë e tij? Thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, ai rezervonte, po, ai rezervonte shumë gru ose shumë elb. Megjithatë nuk kalojshin ditë dhe javë, fillonte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që të gjithë pasurinë e tij ta shpërndan tek nevojtarët. Saqë nuk mbeste asgjë as për atë e as për familjen e tij. Dhe kjo do të thonë që kur të vdesi dërguari Allahut alaihi salatu wasallam, ai ta kishte lënë si peng garanc parzmorën e tij tek një hebrej i Medinës, i cili i kishte dhënë dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam një sasi gruri ose një sasi elbi. Edhe pse kish qefi dërguari Allahut alaihi salatu wasallam ta rezervoj shpenzimin për 1 vjet, çka ka që të mos merret me çështjen e grurit dhe këtyre gjërave bazike, megjithatë kjo nuk qëndronte gjatë në shtëpinë e tij alaihi salatu wasallam, sepse gjitha shpenzohin në rrugt të Allahut te bareke o taala. E Allahu xhalla xhelalu sikur se tham, do të zbret surën El Hashr, për cilën thot Abdullah ibn Abbasi, thuaj surja Banu Nadhir. Surja El Hashr, emrin e dytë e ka surja e Banu Nadhir, për të cilët folëm deri sot. Dhe në këtë surë Allahu xhalla xhelalu do të përmend realitetin e tyre dhe shkaqet e dëbimit të tyre nga Medinja, sikurse është fjala Allahut huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr. Ai është Allahu i cili i nxori, i dëboi mosbesimtarët prej vendbanimeve të tyre nga dëbimi i parë ose në dëbimin e parë. Sepse do të përmendim se do të pasojnë disa dëbime ose disa lëvizje të Banu Nadhirit dhe fiseve të tjerë hebrej nga Medinja në Khajber ose nga Medinja diku tjetër e prej aty përsërin tokat e Shamit. Thot Allahu, ma dhanantum an yakhruju. Ju nuk menduat se ata do të dalin ndonjëherë. Asnjëherë se keni menduar se këta do të na tradhtojnë dhe më pas to do të dalin ose do të dëbohen nga Medinja. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dhe menduan që kështjellat e tyre do t'i mbrojnë prej Allahu te baraka o ta'ala. Fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu, dhe Allahu ju erdhi prej aty ku ata nuk e menduan. Prej ku ju erdhi Allahu? Çka i bani Banu Nadhirin dalin nga kështjellat e tyre? Frika. Vetëm frika. Frika e tërheqjes së miku dhe alatit të tyre ata e munafikin. Fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu, u friksuan sepse nuk kshihnin lëvizjet e munafikin të Medinës dhe mendonin se ka shkak pse këto nuk lëvizin. Edhe pse muslimanët vetëm qëndronin jashtë, kur do zbanin. Po frika është ajo e cila i ruan vneshtat, të thonë, apo? E kjo lloj frike, për shkak të krimi që e ka bë kriminali, ka frikë, apo? Ai i cili s'ka bë kurrë, është i pafajshëm, s'ka frikë. Po ai i cili ka bë faj, ai ka frikë. Tregon Allahu te baraka taala dhe thot: "Wa qadha fi qulubihim ar-ru'b", dhe Allahu futi në zemrat e tyre frikë. Yukhribuna buyutahum bi aydihim, i prishnin shtëpitë e tyre me duart e tyre, me duart e vet.
Wa aydil mu'minin, dhe me duart e besimtarëve, fa'tabiru ya ulil absar, thot Allahu, dhe merrni mësim o ju të cilët keni mend dhe shikim. Merrni mësim për çka? Mos tradhton jetën tënde që të flesh rahat. Se tradhtari, mashtruesi, gënjeshtari, munafiku, hipokriti nuk fle rahat. Edhe në kështjell, ku është më i sigurt, ai nuk është rahat, se zemra e tij nuk është rahat. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Thot Allahu, dhe Allahu e futi e infiltroi në zemrat e tyre frikën. Se çfarë do të ndodhte? Di çka kena bë? Atentat kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam kemi organizuar. Çka mësojmë nga kjo betejë, vëllezër? Gjëja e parë është ajo që e përmendëm pak më herët, që në luftën mes të vërtetës dhe të kotës, dhe kur themi fjalën luftë, nuk kemi për qëllim vetëm luftën ushtarake. Kuptimi i fjalës luftë është kuptim shumë më i gjerë se sa dalja në fushë betejë edhe vritën çati 200.000 veta me shpata. Para asaj ka shumë gjëra tjera të cilat konsiderohen nga lufta mes dy, domethënë, mendimeve ose ideologjive. Ne e quajmë luftë mes të vërtetës dhe të kotës. Në luftën mes të vërtetës dhe të kotës, pa marrë parasysh kush është në taborin e së kotës, dije se gjithmonë armiku i cili është haptazi i paraqitur kundër së të vërtetës, ai gjithmonë do të paraqitet si i tillë. Megjithatë, armiku i rrezikshëm është ai i cili nuk paraqitet si i tillë. Dhe paraqitja e këtij armiku të rrezikshëm, të fshehur, të infiltruar në mesin e miqve tanë, varet nga lëvizjet dhe dinamikat që krijohen luftën e të vërtetës dhe të kotës me armikun i cili haptazi e shprehen armiqsinë. Atëherë këto paraqiten. Mirë po nëse pa mundsohet, do me thënë, shfaqja e hapur e së kotës, pa mundsohet edhe shfaqja e këtyre tjerëve të cilët, çfarë? Thos mund dalim se kur këto tjerës dalim si dalim ne. Çështje tjetër, vëllezër, është që pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam ndonjëherë në veprimtarinë e tij ka marrë disa hapa me urdhër prej Allahut dhe leje prej tij, të cilat shikim të parë duken tranta dhe të vështira, sikurse është djegja e pallmave të hurmave. Megjithatë, kjo ka qenë për një dobi të madhe e cila do të lë gjurmë në rrjedhat historike të Islamit. Dëbimi i Banu Nadhirit nga Medinja është dëbim i një rreziku të vazhdueshëm ndaj mesazhit të Islamit, dhe bartësi të këtij mesazhit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj hurmat e tyre janë haruar, mirë po rebelimi i tyre, tradhtia e tyre, dhe çka kanë bërë ata kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk harrohet. Dhe qëndrimi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam kashë i tyre, gjithashtu nuk harrohet, dhe kjo është regjistruar dhe është shkruar fillimisht në Kur'an, pastaj në çdo referencë tjetër e cila e ka përmend këtë betejë. Vazhdojmë me lejen e Allahu xhallahu ala, me ndodhi tjera të cilat kanë të bëjnë me shoqërinë e Medinës kryesisht, duke u zgjeruar më vonë në ndodhi tjera të cilat do të ndodhin përreth Medinës dhe më larg Medinës, sepse jena të fol për një ndër periudhat më të vështira për Islamin, edhe pse fitoria ndaj Banu Nadhirit i dha, si me thënë, ju dha muslimanëve një lloj fuqizimi të përkohshëm, i cili më vonë, me thonë, do të duket se nuk është bash fuqizim i fortë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.